Ylberi po na shënon si vjet me këtë edicion 26 vite plot punë. Si e shohim gjithë këtë progres, gjithë këtë punë, 26 vite besoj mundi madh, lodhje për kushtim dhe ruajtje e një niveli dhe gjithmonë në ngritje, besoj për këngën për fëmijë. Tash jam bë, unë faktikisht tretën e regjish jam bë, me Ylberin 26 herë. Do të thëmë që si fëmijë është, se asë njerës kanë filluar në bëj festival për komercializmin, vetëm vërtet ne kemi pas munges për festivalit, dhe për para kemi pas një festival me televizion era, tash shenja dhe era, që ka organizu televizioni era, dhe unë kam qenë udhëheq artistik prej startit. Ajo ka qenë diku 93-4, mos jam gabim për vit. Kështu që kjo ka qenë vërtet diçka befasim për popullin shqiptar në Maqedoni, edhe jo vetëm Maqedoni, se Kosova ka pas probleme tjera, që kanë pas probleme dhe me shkollime, dhe me torturën apo. Kështu që vërtet ka qenë një befasim që televizioni era privat që është, që të organizon një festival. Mbajtëm 2 vjetë me mua, kësi udhëheq, pastaj s'kemi pas marrëveshje të rregullta të diçka, pas disa vite, faktikisht deri dimishës unë vendosa që të marr unë përsipër të bëj një festival si profesionist, jo si komercialist, jo si materialist, se asnjëherë s'kam qenë, se unë kam qenë arsimtar në shkollën fillore, kështu që nuk e kuptojsha atë anën tjetër organizimit, por vetëm e kuptova që duhet këngë e bukur me qenë, fëmijët e mirë me qenë, talentum, dhe t'i japin diçka që të dëgjojnë edhe ata. Jo vetëm këngët ato që kanë mbetë prej para 50 vjetë, para 100 vjetë, 2-3 këngë që i përsëritshmi në për shkolla, edhe kështu në për libra shkollore.